Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut xhelle xhelalu. Paqja, bekimi dhe nderimet qofshin mbi vullën e profetëve Muhammedin alayhi salatu wassalam. Vëllai nderuar, motër e shtrenjtë, miku që na erdhi, na gëzoi zemrat, na kënaqi, iku. Ashtu si qikën dhe jeta ju. Por, nuk ka ikur mirësia Allahu xhelle xhelalu. Nuk ka ikur adhurimi i tij, nuk ka ikur për ulja dhe për pushtimin ndaj Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka ikur nevoja që ne kemi për mëshirën, për faljen. Nuk ka ikur nxitja që duhet i bëjmë vetes për të arritur kënaqësinë e Allahut dhe xhenetit. Allahu i madhëruar është po i njëjti Zot, i cili ishte edhe Ramazan, që pa tek ne për ulje në nështrim, për kujdesje, garim për në vepra të mira. A nuk e meritojmë ne që t'i tregojmë Allahu subhanahu wa taala se ne e duam njësoj si që donim në Ramazan? A nuk e meriton Allahu xhelle shanuhu që t'i tregojmë se ai është i denjë për të adhuruar edhe mbas Ramazanit? Vëllezër dhe jo motra, adhuruesi i vërtet duket pas Ramazanit, sepse një nga shkaqet dhe një nga format dhe mënyrët për treguar se një adhurim është i shëndetshëm, i pranuar, është dhe vazhdueshmëria e këtij adhurimi. Profeti transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam e donte atë person i cili kur e niste një vepër e vazhdonte atë. Kështu që të nderuar vëllezër dhe jo motra, Zoti ynë është ai që ka krijuar 12 muaj. Është e vërtet që e ka specifikuar Ramazanin me falje, mëshirë, por mëshira e tij është e pakufishme. Ajo është e pranishme në 12 muaj. Kështu që mos hezito ta adhurosh Allahun e lartësuar. Është vërtet që ne do të dobësohemi pas Ramazanit, por jo që të humbim adhurimet kryesore, ato që Allahu i madhëruar ka kërkuar prej nesh dhe na ka obliguar që t'i kryejmë dhe t'i zbatojmë ato. Xheneti është ajo që ne presim dhe kërkojmë nga Zoti ynë. E po xheneti nuk arrihet me dembelizëm, nuk arrihet me hati. Ai kërkon prej nesh që ta adhurojmë Allahun, ta duam, t'i nënshtrohemi, t'i përulemi, ta dëgjojmë fjalën e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pra, le t'i tregojmë Allahut se ai Zoti ynë çdo moment, çdo sekond, çdo ditë dhe javë gjatë gjithë vitit. E lut Allahun e madhruar të më bëj mua dhe ju prej atyre të cilët janë adhurues të denjë në çdo kohë dhe në çdo çast.